me qëndrimet shtetërore ndaj proceseve të mëdha. E kemi bisedimet Kosovë-Serbi që janë në sfond dhe duhet qëndrim unik. Apo jo, prandaj unë konsideroj që këto duhet të bëhen patjetër. Zoti Sopjani, pikërisht dua të ndalem tek pjesa e deklarimit që ka dhënë Kurti pas rezultateve, pas mbylljes së qendrave të votimit. Përgjithësi me krejt çka u thanë sa i përket fushatës dhe faktorëve, pra sepse këto janë, edhe unë pajtohem që fushata e Zotit Kurti ka qenë e jashtëzakonshme dhe ka qenë fushata më e afërt, më e personalizuar, nëse mundem me thënë, me qytetarë. Kur gjitha partitë shkojshin të largu prej qytetarëve, ku shkoj këtu ke u afru të qytetarëve, edhe u identifikoj ke me çdo problemet e qytetarëve e para. E dyta, kjo vlerësoj të gjuhat, të deklaratat, që kanë qenë fushat, po edhe me njerë pas rezultatit të zgjedhjeve, vlerësoj që kanë qenë ndoshta më të maturat edhe më largpamëset, që i kemi pa deri sot, marrë parasysh edhe faktin që këto vinë si pasoj, paktën si pas mendimit tim, edhe të pjekurisë më të madhe politike të Zotit Kurti, edhe të i kalimit sfidave që i ka pas këto 4-5 vitet e fundit si kryeministër. Pra, besoj që këto sfidat që i ka pas, edhe ndonjëherë vet penallat që ja ka shkaktu vetës, e kanë bë më të largpams edhe më strateg në qasje me theks veçantë në PR-in e tij politik, qoftë karshi partive opozitare, po qoftë edhe karshi elektoratit në përgjithësi. Pra kjo është njëna prej atyre ndryshimeve më të mëdha që i kemi pa këto viteve të fundit në një fushat apo në një strategji. Po i hapur për bashkëpunim sepse përmendi edhe çështjen e presidentes edhe çështjen e marrëveshjeve ndërkombëtare. Po tash nëse e shohim kështu na e kemi pa që të paktën këtë vitin e fundit veç teshat ju kanë prej opozitës që janë blokuse. Me këtë rezultat ashtë të i bine? Me këtë rezultat, edhe me qëto deklarata, tash këta i ka vu në qësh. Pra janë para aktit krym, edhe nëse atëherë, nëse mundem me thonë, refuzojnë të marrin pjesë në zgjedhjen e presidentit apo presidentes tre në vend, po del që janë edhe më blokusë. Sepse po shihet që populli është ka e dënë... Me qëtë kryetari PDK-s e pati një deklarim për media. Ta se do të bëjnë një opozit konstruktive, jo blokuese. Normalisht dashtë me bo, sepse këta me kanë pak ma strategu, ne mendoj që këta duhet të japin, të ofrojnë zgjidhje për zgjedhjen e presidentit dhe të punojnë dikon një 3-4 vjetë mira me vetë vetën, fillimisht me vetë vetën, me qëllim që t'inrojnë këta numra, sepse na po e shohim, populli është ka e don Albin Kurtin kryeministër, me qëto rezultate në thamë edhe një mandat tjetër, jo vetëm këto që po e merë, po edhe një tjetër, si mas gjitha gjasave, po prap se prap, ti nuk mundesh me e nalë vrullin e popullit. Atëherë nëse ti e qënë vendin edhe njëherë në zgjedhjet azam në mars është koha kur duhet zgjedhet presidenti a presidentja, hajde për muj kam mushtuj edhe pak muj kjo farë periudhe, nëse prapë që në vendin 2026 në zgjedhje, si opozit, për shkak të mos pjesëmarrjes tonë në zgjedhjen e presidentit apo presidentes tre, atëherë ti po del që, po del po një farë forme, po ja qëtë vullen vetë vetës, për këta që po të akuzojnë... Presidentit i Kosovës nuk është i vetë vendosës, me kuptu njështë. Edhe këta duhet me qenë jashtëzakonisht aktiv dhe konstruktiv në procesin e